Bismillahirrahmanirrahim. Unë jam afër. Besimtar dhe besimtare. Nuk ka diçka më të bukur se sa kur e lexon fjalën e Allahut fe inni qarib, unë jam afër. Nuk ka më të bukur për veshin që dëgjon se sa kjo fjalë fe inni qarib, unë jam afër. Kurse më e bukura kur ti këtë e përjeton, e ndjen. El qarib, i afërti, është një emër e emrave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kur robët e mi, pra besimtarët, pyesin për mua, thuaju, unë jam afër. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. E unë, Allahu thot, i përgjigjem lutjeve lutësit kur ai lutet mua. Innehu semiun qarib. Allahu vërtet i dëgjon të gjitha dhe është afër. Inna rabbi qaribun mujib. Zoti im është afër dhe u përgjigjet lutjeve. Besimtarë dhe besimtare. Kjo afërsi është afërsi e veçantë. Kjo afërsi është vetëm për ata që i bojnë ibadet Allahut. Kjo afërsi është vetëm për ata që e duan Allahun. Ata të cilët i luten Allahun dhe ata të cilët i përgjigjen thirrjes së Allahut azza wa jalla. Është një afërsi të cilën askush nuk mund ta perceptoj. Ta di realitetin e asaj afërsie se si është ajo. Por besimtari, imanlia, adhuruesi e kupton këtë afërsi, e din këtë afërsi nëpërmjet në një mirësisë rahmetit, mëshirës ndaj tyre. Mirësisë Allahut, mëshirës së Allahut ndaj besimtarëve. Këtë e din dhe e kupton besimtari këtë.